Kryepeshkopi i ri i Shqipërisë, Joan Pelushi, u fronëzua këtë të shtunë në një ceremoni sonleme të mbajtur në Katedralen Gjallëja e Krishtit në Tiranë. Gjatë fjalës së tij, kryepeshkopi Joan nderoi paraardhësit e tij duke përmendur kontributin e tyre ndër vite. Nuk ka haruar të shprehë mirënjohjen ndaj Sinodit të Shenjtë, i cili i besoi dhe i dha mundësi të drejtojë Kishën Autoqefale të Shqipërisë. Ndër të tjera, ka përkujtuar sakrificat në kohë të vështira të kishës, duke vlerësuar rimëkëmbjen e kishave në rang vendi dhe mbi të gjitha besimit ortodoks pas sistemit komunist. Dua të shpreh falënderimin tim të thellë ndaj Perëndisë për të gjithë të mirat që ka bërë për mua dhe për kishën tonë. Falënderimi ndaj Perëndisë përfshin gjithashtu e të gjithë ata njerëz me anë të cilave Perëndia i bëri të mundura këto. Falenderojmë dhe nderojmë martirët e Ilirisë që përhapën dritën e besimit në trevat ku jetojmë, duke dëshmuar me gjakun dhe jetën e tyre. Oshënarët dhe shenjtorët që mbajtën dritën e besimit ndër shekuj, martirët e ri, të cilët në një kohë jashtëzakonisht të vështirë për kishën dhe vendin tonë dhanë jetën e tyre për të ruajtur besimin, identitetin kombëtar dhe gjuhën e tyre. Një listë e gjatë të cilën do e kujtojmë gjithmonë me nderim dhe mirënjohje. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20, kisha u përballë me persekutimin e egër komunist. E gjithë infrastruktura, materiale dhe njerëzore u shkatërrua plotësisht. Kishat dhe manastiret u prishën nga themelët, ose u shndruan në stalla, depo e të tjerë. Ato shkatëruan muret e jashtme, por nuk mundin dot të shkatëronin besimin në zemrat e njerëzve. Mira, burra e gratë të devotshëm u përndoqën dhe përsekutuan për shkak të besimit të tyre, shumë prej të cilëve dhanë edhe jetën për atë besim. Ishte pikërisht dëshmia e këtyre njerëzve, ajo që frymëzoi mirave të tjerë të mbanin dhe ta bënin besimin e krishterë qendrën e jetës së tyre, duke u bërë një shembull real i premtimit të Zotit se dyert e ferrit nuk do ta mposhtin kishën e tij, të ngritur mbi shkëmbin e besimit. Gjatë gjithë historisë, kisha jonë ka kaluar përmes zjarrit dhe ujit, po ti na nxorre në vend ngushëllimi, thot psalmisti. Në kohra kritike e të vështira, Perëndia e vizitoi kishën tonë duke dërguar njerëz të ndritur e të devotshëm. Në këtë ditë dua të nderoj gjithashtu kujtimin e të gjithë paraardhësve të mi dhe përpjekjet e tyre të mëdha për të kujdesur për grigjen që u ishte besuar. Në fjalën e tij, kryepeshkopi Joan ka vlerësuar bashkëjetesën fetare në Shqipëri si një thesar të vendit tonë, ndërsa tha se duhet të rinjt të inkurajohen që të duan vendin e tyre, të krijojnë të ardhmen në Shqipëri duke mos e braktisur atë.